Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Me lejen e Allahun xhalla xhelaluhu sot do të filloj me i komentu pjesën e fundit të kaptinës El Furqan, praktikisht të flasim, të nxjerrim mësime, ta e përkujtojmë vetveten juve dhe muslimanët në përgjithësi për kriteret e rrëdhëve të Allahut xhalla xhelaluhu, me qëllim që ta e testojmë vetveten, sepse këto citate janë edhe një lloj peshore për neve, se si e kemi gjendjen, si të plotësohemi në vlera, si të përmirësohemi, si të ngritemi e kështu me radhë. Pra Allahu xhalla xhelaluhu e ka quajtur në tërësi këtë kaptinë Suratul Furqan, kaptina dalluese, e cila dallon vlerat nga antivlerat. Prandaj të ndershëm vëllezër, këta persona që Allahu xhalla xhelaluhu i ka quajtur Ibadur Rahman, rob të gjithë mëshirshmit, të mëshirplotit, i bie se janë të veçantit e Allahut xhalla xhelaluhu. Parimisht, thonë dietarët islam, të gjithë robët e Allahut janë të veçantë. Të gjithë ata që janë robët e Allahut janë të veçantë, po këta janë edhe më të veçantë. Prandaj dhe i ka quajtur Allahu xhalla xhelaluhu si të tillë, ose të tjerët komentatorë kanë thonë se këta janë robët më të mirë të Allahut, të cilët Allahu xhalla xhelaluhu i ka specifikuar nga të tjerët. E të tjerët kanë folë shumë. Kanë thonë se nga të veçantat e tyre janë se këta robë të Allahut që Allahu po i veçan, i ka specifikuar në këtë kaptinë, në fund të kaptinës El Furqan, janë ata të cilët janë të stolisur me iman, me besim, në radhë parë janë të stolisur me iman. Pra vëllezër, duhet me kuptuar diçka, që stolisja ose stolia e besimtarit është imani. Hjeshia e besimtarit është imani. Tani përmi ta vesh çka dush, ka me tra mirë. Nëse nuk është imani, çka do që të veshësh tjetër, nuk e ka vendin e vet. Sepse kjo është esenca e krijimit ton. Andaj Allahu xhalla xhelaluhu për shkak të kësaj të veçante i ka quajtur Ibadur Rahman, rob të gjithë mëshirshmit, sepse në radhë parë janë të stolisur me iman. Imanin e kanë stolien e tyre, po e thëmë në mënyrë figurative, sikur që stolia të gjinia femërore është pjesë e zbukurimit të tyre. Kështu pra imani është esenca e stolisë së besimtarit për të dy gjinit. E të veçantë janë këta robë të Allahut, sepse stolinë e imanit e kanë prezente. Pastaj quhen të tillë Ibadur Rahman, sepse janë të mbrojtur nga devijimet, janë të ruajtur nga rrezikshmëria e cila rrezikon imanin, në radhë parë paganizmi, e pastaj edhe gjunahet të tjera sipas mundësisë. Prandaj quhen Ibadur Rahman, ruhen, mbrohen nga ajo që e shkatron këtë stoli. Për vëllezër, shirku, paganizmi e asgjëson imanin, stolin kryesore të besimtarit, e rrëzon. Andaj kemi folë dhe duhet me folë për këtë çështje shumë, sepse çështja e shirkut e paganizmit pra rrezikon botën tjetër. Rrezikon shkatrimin e veprave. Pra, një në anë imani quhet stoli. Paganizmi e rrëzon këtë stoli. E robët e Allahut punojnë vazhdimisht me rrit këtë stoli, me shtu stolien e imanit, përmes veprave të mira. Dhe në anën tjetër në dy punojnë vazhdimisht me mbrojt këtë stoli dhe mbolesa më e mira, mbrojtja më e mira është kur ata ruhen nga paganizmi. Pastaj të veçantat e robëve të Allahut janë sepse
janë të kujdesshëm në normat ose në zbatimin e normave hyjnore. Robët e Allahut, pra nga të veçanta që i kanë, janë zbatues të normave të Allahut. Nuk e kontestojnë. Ka thonë Allahu qështu, u kry. Pra vëllezër, ne po mundohemi në vazhdimsi me sjell shembuj dhe jo me bë krahasime, sepse s'ka të krahasuar në mes krijesës dhe krijuesit. Po kjo botë ka rregull. Dhe nga rregullat e kësaj bote ne përfitojmë në raport me Allahun e Madhërisht. Keni vërejt për shembull pjesa dërmuese e jona, pjesa dërmuese e njerëzve kanë kontratë në mes ti dhe menaxherit. Ti që aty ku punon ki kontratë, si mjek, si mësues, si punëtor fizik, si përgjegjës, kudo që ti e kini kontratë. Dhe prej kontratës është që kemi kry qatë shërbim. Në raste normale, pasi që ta nënshkrym kontratën, i bie që duhet me kanë zbatues i kontratës. Dhe nuk pyet më për këtë dhe për këtë dhe për këtë. Sepse menaxheri është lart, ai merr urdhrat, ai jep urdhra. Ti si punëtori i zbatues, i ki të drejtat e tua, tu kanë tregu të drejtat edhe vazhdon me i zbatu. Që kjo është rregulli që funksionon në këtë botë. Funit, ky rregull është mes neve. Pra, sa përqind njerëzit po flasim, nuk po flasim ne këtu tani me ngrit këtë shqetësim vetëm me këtë numër, po ne po flasim në përgjithësi, madje edhe ata që nuk janë prezent që na përcjellin përmes rrjeteve sociale. Sa përqind të punëtorëve ngritin shqetësim ose pakënaqësi, pse po më hap çit urdhën, pse po më hap çit detyrë. Numër i vogël. Pjesa dërmuese e kanë pranuar çatë rregull, çatë punë, çatë detyrë dhe e merr urdhën edhe kryn. Mirë, duke u nis prej këtij shembulli, po në raport me Allahun, a janë numër më i madh që nuk i kontestojnë ligjet apo më i vogël? Shumë më i vogël. Numër i vogël janë që i kontestojnë, që domethënë nuk i kontestojnë ligjet. Numri më i madh po ka qef me ditë, pse Zoti kështu? Kjo është sankcion, po më pengohet e drejta. Llogarit. Kur nuk i thet menaxherit po ma pengon drejtën me çit 8 orë, për shkak që po duhet 6 orë me punu. Ose po një çështje. Kur on pyetje te Zoti i Madhërisht, don me jetu free, pa frana, si thot populli, i lirë, me bë çka don. Po prishet rani kështu. Prishet në shtëpi, me një shtëpi ku s'ka ran, s'ka familje, s'ka ran. Me një institucion, pse se kanë lënë ata në shkollë, Ministria e Arsimit, më thonë, hajtni kur doni ju nxënësa në shkollë, edhe kur të mërzitesh dil. Edhe punëtori që është në fabrikë, ti kur dush, hajde, edhe kur dush, ti ta fash vetin që si e mirë të shohë. Çaja mërmendja, do të kesh prodhim në atë fabrikë dhe do të kesh sukses në atë shkollë, tu pas norma në për shkolla ose po ka sukses. Po mirë në këtë bota, çka do njeri me bën këtë çysh dojnë. Për shembull, llogaritë sot kerë sot e kina, mos me pas semafora. E keni vërejt për shembull, jo tek ne na jemi vend i vogël, në shtetet mëdha kur nalet rryma. Sa që rregullimit bëhen në minutë, shtetet mëdha, sa që rregullimit bëhen në minutë, sa vjedhjet bëhen, sa krimet bëhen, sa që rregullimit në po një minutë. Që u nal rryma, se në shtetet zhvilluara nuk flitet me orë atje, me fol me orë tani bëhet ata çështje alarmante. Por i bie vëllazër, tu nis prej këtyre fakteve, kjo botë për ka rregull. Andaj, na jemi të folë për robët e Allahut. Robët e Allahut janë robët e Allahut, janë zbatues të normave të Allahut, pa i kontestu, sepse këto norma prej kujt na vijnë? Vijnë prej lart. Po vijnë prej lart, prej atij që është i gjithdijshëm, i urtë, shumë i mëshirshëm, i pagabush. Kurse krejt na jemi njerëz. Tham, menaxheri është si na, mund me jahuq, mund me gabu. Po ai ka marrë vendim, ti e ke nënshkruar kontratën, dush me zbatu. Po Allahu ka marrë vendim për neve, duke qenë i gjithditur, i urtë në vendim, shumë rahmetxhi i madh, bujar i madh e shumë atribute të tjera. Pastaj prej robëve të Allahut që kanë ardhur
Këtu që i kanë cekë djetarët islam, pse në qujtë rob të Allahut, sepse jenë të pajisur me vlera morale. Pra, jenë të pajisur me vlera të larta morale, me ahlak të lartë, me kodin morale kanë shumë të rregullun, pra të devotshëm dhe asket edhe kanë të rregulluar devocionin. Ata janë të butë, të heshtur. Ata janë namaz falës të natës, për ditën nuk flitet. E kanë kuptu që namazit ditës 5 vakt namaz janë obligim. Po ata edhe nga nata e tyre që është kohë pushimi, ndajnë një kohë me adhuru Zotin. Ata kanë frikë respekt madh për Zotin e madhërishëm. Ata janë larg shpenzimeve të tepërta dhe janë larg kooperacisë. Ata janë larg paganizmit, pra idhujtarisë, sepse janë rob të Allahut xhel xelaluhu, janë larg rrezikimit të jetës së dikujt tjetër, të cenimit të jetës së dikujt tjetër. Janë larg amoralitetit, janë larg gënjeshtës. Ata janë që vazhdimisht i shoqëron pendimi, kthimi te Allahu xhel xelaluhu. Ata janë që pranojnë këshillën e të ngjashëm. Krejt këta janë rob të Allahut që Allahu me një fjalë i ka quajtur wa ibadur rahman. E ndëgjo pra për rob të Allahut të mëshirshëm. Po filloj me citatin 63, edhe pse ato që e tham, krejt këto citate që do t'i cekim i përmbledhin, por po mundohemi nga pak m'ia dhon nga një kuptim ose ngjyrim, komentim, sepse vetë citatet janë të komentuar Allahu dhe i ka shtjellu kush janë rob e tij, pra rob të Allahu xhel xelalu. Citatin 63 thot Allahu xhel xelalu: "Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama." Rob të gjithë mëshirshmit janë ata të cilët ecin të qetë në tokë, ecin letë në tokë. Dhe kur ignorantët u flasin ndonjë fjalë fyese, ata nuk ja u kthejnë me të njëjtën monedhë, nuk ja u kthejnë me të njëjtën fjalë, mirë po i përshëndesin edhe vazhdojnë rrugën. Pra, në radhë të parë, këta i ka radhit Allahu rob të Allahut, rob të mirë të Allahut. Pra janë ata të cilët ecin pra qetë në mbi sipërfaqen e tokës. Çka i bjen me ecë të qetë të ndershëm vëllezër? Cilësia e parë, rob të Allahut pra ecin qetë. I bjen jo mendje mëdhej. Qetë. Ai nuk e kqyr pra me keq përdor suksesin e jetës. Se zakonisht të vëllezër mendje mëdhej e keq përdorin suksesin e jetës që u ka dhënë Allahu. Ose ju ka dhënë shkollë, dije, ose ju ka dhënë pasuri, ose ju ka dhënë pushtet, ose ju ka dhënë gjëra të tjera. Edhe e keq përdor. Këtë ka harru që një kohë ka qenë foshnje, një kohë ka qenë fukaraj madhë, një kohë ka qenë askushi. Harrënaj, këtë këto hitë. Para të arsye, Allah po e cek, ecin të qetë. Po du me cek këtu një fjalë të Hasan al-Basriut, që vërtet është fjalë e gjatë, por një pjesë e kam shkut, ku ka thonë, robët e Allahut janë të përullur, kur i shehti të duken si janë të smut. Nga pamja jote, të duken të apin përshtypjen që ata janë të smuar. Qaq qetë ecin, janë sukur me kanë të smut. A ke po njeri kur është i smuar, nuk e këqyr kërkan përane, se ka hallin e vetë. E Hasan el-Basriu, kush ka qenë Hasan el-Basriu? Hasan el-Basriu ka qenë hoxhi i madh pe tabiinve, gjenata e dytë. Hoxhi i madh, i madh. Ky po përshkruan çysh janë robët e Allahut me hec qetë në tokë. Thotë robët e Allahut ecin qetë në tokë, kur i sheh ti duket që janë të smut. Pse? Se preokupime kanë botën tjetër. Botën tjetër ata punojnë, hecin e për tokë, gjallënojnë, martohen, shkollohen, punojnë, janë menaxher, kanë pasuri, ka post, ama ai çaq hec, do me thonë, kokulur, edhe këshyr punë të veta, sikur po thuj që kjo i smut. Llogarit çfarë dallimi mes tij dhe mendjemadhit. Allah e ka përshkruar mendjemadhin për atë arsye, ka thonë pejgamberi në hadithin e saktë, se s'po pleton koha mu detaju shumë, nuk ka me hi asnjëherë në xhenet mendjemadhi. E kush është mendjemadhi ja Resulullah?
ai i cili e mohon të vërtetën edhe i përçmon njerëzit, i nënçmon njerëzit. Ai i cili e mohon të vërtetën jo tonën, të vërtetën që e ka shpall Allahu, e mohon. Mundohet ai tash me logjikën e tij, ka bën do shkollë, edhe një farë posti ka bën, ai tash mendon konkurrent llogaritmi, konkurrent mi bë Allahut, jo ja ka qilluja se ka qillu. Llogaritmi vëllazër, qysh ku ka hin çfarë stadi të rrezikshmërisë. E dyta, i përçmon njerëz. Prandaj të ndershëm vëllazër, pra hyrja e citati i parë na jep shumë çka neve me kuptu na ku jemi kanë në suratul Insan. Hajde kthehemi në ajetin e parë, kapitullin e njeriut. Suratul Insan, kapitullin e njeriut. Çka thot Allahu? Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ai ka ardhur lajmi njeriut se më herët s'ka përmend kërkush. Na qim gjallë qëtu, para 100 vjetë, na ka përmend dikush që ka me ardhë, filani me qitë emën, me qitë shkollë, me qitë pasoni, me qitë kërkush na ka përmend. Por Allahu po dënë këtu mëna përkujtu që nuk e qenë askushi. E nesër ki mu ba ushqim i krimbav. E pse ke mendje masi? Ku o Ferauni sot? Ku o Ferauni i cili ka thonë, ena rabbukumul ala, llogaritni pejgamberit Allahut, Kelimullah, ati që ka folë Allah, Musës a.s. Edhe pasuzve të ti ka thonë, unë jam Zoti ju më i madhi. Ku është sot? Edhe ata që kanë njekë rrugën e tyne. Prandaj vëllezër, Allahu pra na ka quajt Ibadur Rahman. Duhet krejt këto, pra shkolla, pasuria, posti, duhet me qenë shërbim tonin, jo na mi keq përdor. E pa qenë rob të Allahut, kena mi keq përdor. Kjo është thjesht, mos lyp asgjë tjetër. Nëse shet diçka që nuk është në rregull, veç këshyre qysh e ka hesapin me Allahun. E rregullojmë hesapin me Allahun, ti kemi qenë në vendin e punës, kemi shërby klientit, kemi u bë sklav i klientit se paguhesh. Jo sukur sot për shembull që ti shkon me kry një punë dikon, edhe ti dush mu sklavëru para tina. Po për që ta e kemë qitë situata, vëllezër. Për atë arsye na e kemë këtë problem, se jenë përmbys gjërat. Islami po ka ardhë me punu me mizan. Mizan është me drejtësi. Mani, thëtë Allahu xhel xhelalu, mani drejtësi. Drejtësi është se cili me kry shërbimin e vetë, pa lanë asgjë mangu, se shumë çka ka me thonë. Pastaj, Allahu po thëtë, wa idha khatabahumul jahilun, robt e mirë të Allahut, kur ju flasin ignorantët, të padijshmit, nuk mirën me ta. Jalshon udhën, çe rrugën të padijshmit. O fjala, jo që është s'ka shkollë, mos të keq interpretohemi. I padijshëm është ai i cili është mendje madh, është përçmues, është përbozës, është ngacmues, s'tle rahat. Allahu thot veç e përshëndete dhe vazhdo rrugën. Pse? Nëse don me kanë ti rahat. Mos u mundom ja kthy të keqen që ta ka thonë ai me një të keqe. Po Allahu po thot qalu selama. Kur ignoranti ta thot një fjalë të keqe, ti i jep selam. Fjala këtu është, kuptimi i ajetit është, pra ti prap i dëshiron paqja ti. Për të mirë, pashmi për të mirë. Jo me kthy kokën, çka më thatë, se zakonisht të vëllezër, këtu nise keqja. Kur i kthehet të keqit, e keqja. Jo, kur ignorantit mundosh mu bë rival me ignorantin, nuk bën kështu, se këtu tani vim te fjala, siç thot populli, fjala nuk e mund fjalën, edhe vije te më e keqja, te ofendimi, te rrahja, pastaj përfundon edhe te mbytja. Si rezultat i kujna? Krejt që ka si rezultat i kthimit të keqes me të keqe. Momentin që e stopojmë të keqe, nuk e kthejmë të keqe, ne vazhdojmë rrugën. Prandaj të ndershëm vëllezër, edhe në aspektin psikologjik, psikologët bashkëkohor në kohën tonë flasin se storje e suksesit një jetë është qetësia. Qetë. Kur a njeri qetë, kur i këshyr punë të veta. Kur i këshyr veç punë të veta i këshyr. E nëse mundesh me një mund të tjerëve, mirë. Por ndryshe esencë e jetës tine me i këshyr punë të veta. Jo çka tha ai, jo çka bani ai, Allahu neve nuk na ka kriju mu marr me të tjerë. Allahu nuk na ka kriju neve me përgjut të tjerë. Allahu nuk na ka kriju neve me i mat inteligjencën e tjerëve edhe gabimet e tjerëve. Na do të mu marr me vetveten.
çështu Allahu po na thotë, çështu e kanë komentuar dietarët islam dhe madje edhe psikologët e cekin këtë çështje. Se zatën e kundërta e qetësisë e sjell nervozën. E kundërta e qetësisë e humb kontrollin. E kundërta e qetësisë shkakton tensionim të situatës. Zemërim, hidhërim, flet ato që s'duhet e kështu me radhë. Pastaj në aspektin mjekësor unë s'po flas veç çka kanë fol mjekët, çka flasin edhe psikologët, që shumë prej problemeve që lindin në familje, në raportet ndërshoqërore, edhe me të tjerët, është si rezultati mungesës së qetësisë, ku personi vlen, shpërthen, o i pakujdesshëm. Prandaj qetësia, pra, çdo fjalë o vëllezër, se po du me përfundu edhe pse mendova me shpjegu disa ajete, po koha na nxuni. Është shumë e rëndësi, pra Allahu xhelle xhelalu çdo fjalë që ka përmend këtu e ka theksu është shkollë në veti. Është shkollë në veti që dën meditim, për atë arsye për këta janë robët e Allahut xhelle xhelalu. Andaj këto citate vëllezër tham në fillim, po duam me përmbyll me këtë ligjërat, me këtë mesazh. Këto citate janë kanar, peshore për neve. Pyete veten, çdo citat për këtyne që do ta shpjegojmë, pyete veten, unë edhe jo, a jam unë pjesë e këtyne apo jo? Sa përqind jam pjesë e këtyne? Sa i kam unë çito cilësi e pastaj mbas kësaj e presim edhe fundin e mirë. Allahu na mësoft me qenë rob të Allahu xhelle xhelaluhu, Allahu na mësoft me stolis, me stolinë e imanit dhe stolinë e karakterit të mirë, me qenë shembull për familje dhe për të tjerë. Allahu shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah.